Mirë se vini në këtë epizod të radhës të emisionit Muhabet me Arditin, ku në kuadër të emisioneve që po I realizojmë për muajin e bekuar të Ramazanit, të ftuar e kemi Hoxh Besim Krasniqin për të biseduar rreth temës Ramazani muaji I fitores. Hoxh, mirë se erdhën fol drejt. Mirë se jeta, faleminderit shumë. Hoxh, ne agjerojmë, po shpesh nuk e dim çka quajmë agjerim edhe si ka filluar agjerimi, çu u bë obligueshëm. Po mund është një histori të shkurtër. A'udhu billahi minash shaitanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah. Ne falendrojmë Allahun e lartësuar, çojmë selavate për pejgamberin ton të bekuar. Lutemi për familjen e tij, shokët e tij dhe për këtë musliman deri në ditën e gjykimit. Fillimisht lutem Allahun që këtë Ramazan të na lehtëson, të na pranon dhe inshallah veprat e mira që I bëjmë gjatë këtij muaji t'i gjejmë në peshorën e veprave të mira në ditën e Kiametit. Është kënaqësi me qenë në mesin tuaj dhe në emisionin tënd, inshallah Allahu ju e bereqet dhe bën këtë emision të hajrit ku mësohet dini edhe ku mësohet feja. Agjerimi është njëna prej adhurimeve edhe prej ibadeteve që njeriu I bën për Zotin e tij. Në literaturën islame, agjerimit në gjuhën arabe I thonë as-saum, që nëse përkthejmë shqip do thotë përmbajtje. Andaj edhe Allahu kur e përmend fjalën e Mariamës alayhis salam, thotë inni nadhartu lirrahmani sawma. Kur e kanë pyet ata kanë thonë I kujt është ky fëmijë, ajo ka thonë un I kam premtuar të gjithëmëshirshmit Zotit sawma, na përkthejmë agjerim. Mirë po qëllimi është I kam premtuar Zotit për vetë përmbajtje. Falan ukellima al-yawma insi, andaj unë sot nuk do të flas me asnjë njeri. Kështu që agjerimit në aspektin gjuhësor I thonë vetë përmbajtje. Në aspektin terminologjik është imsak ani shahwati al-batni wal-farji wama yakumu maqamahuma ta'atan lil-mawla mukhalifatan lil-hawa min tulu'i al-fajr ila ghurubi ash-shamsi. Që do të thotë është përmbajtje e epsheve edhe dëshirave të barkut dhe të organeve tjera, krejt kjo si bindje ndaj krijuesit, si kundërshtim I nefsit edhe I epshit të njeriut, edhe kjo bëhet për një kohë të caktuar, prej mëngjesit deri në kohën kur perëndon dielli. Agjerimi si muaj I Ramazanit është obliguar në vitin e 2 Hijri. Pra, masi ka dalë pejgamberi sa në Medinë, Allahu zbret ajetin ku thotë ya ayyuhalladhina amanu kutiba alaykumus-siyamu kama kutiba alal ladhina min qablikum la'allakum tattaqun. O ju që keni besuar, është bërë juve obligim agjerimi, ashtu sikurse ka qenë obligim para ata para juve, në mënyrë që të bëheni të devotshëm. Mirë po ardhet edhe para kësaj periudhe musliman kanë agjeru diçka. Është përmend se kanë agjeru ditën e Ashurës, e kanë pasur obligim në periudhën mekase. Pastaj është diskutuar se kanë agjeru edhe 3 ditë për çdo muaji. Mirë po si muaji I Ramazanit ka filluar në vitin 2 Hijri. Mirë po Allahu tha në ajetin që lexova më herët, ashtu sikurse kanë pasur obligim popujt para juve. Pra edhe popujt përpara nesh, si Benu Israil, kanë pasur obligim agjerimin. Vetë se këtu ka dalluar tani forma. Ka qenë një periudhë ku ka qenë agjerimi me ndalim nga të folurit, ka qenë një periudhë tjetër tek periudha e Isait alayhis salam, ku ka fillu prej paradites dhe është vënuar deri vonë në mbrëmje, ka ndryshuar forma, mirë po synimi është I njëjtë. Të jetë njeriu afër Zotit duke sakrifikuar diçka nga jeta e tij. Ku shpesh agjerimi konsiderohet si lodhje, si ngarkesë, a është kështu apo është diçka më shumë se kaq, si afrim me Zotin? Dy qasje ndaj agjerimit, por edhe ndaj çdo ibadeti tjetër, ardhet janë të gabuara. Në gjuhën arabe I gjejmë me termet el-ifratu wa tefrit, që do të thotë një qasje e gabuar ndaj agjerimit, në këtë rast që përmendti, ose ndaj cilët adhurimi tjetër, duke konsideruar atë si lodhje, duke konsideruar atë si mund, duke konsideruar atë si ngarkesë, qasje e gabuar. Nga se nuk e kanë përjetuar kështu as pejgamberi alayhis salam dhe as gjeneratat e para. Mirë po dhe tjetra, duke konsideruar Ramazanin pastaj si kohë pushimi, si kohë relaksi, kohë e serialeve, kohë kur nalet çdo aktivitet tjetër, tani edhe kjo është qasje e gabuar. Shumë mirë është ajo që thotë se Ramazani është më shumë se sa kaq. Është afrim me Zotin. As nuk është ngarkesë, nga sa Allah thon në Kur'an, yuridullahu an yukhaffifa ankum. Allahu dën që juve t'ja u lehtësoj adhurimet, mos ja u vështirësoj ato. Mirë po dhe në anën tjetër nuk është diçka që kalon as lehtë, mirë po është një afrim
afrim me Zotin. Pejgamberi alayhis salam është mundu sahabët me eduku në atë formë, saqë me i shtyer ata drejt shijimit të adhurimit. Për shembull, transmetohet njerëz se kur ka hyrë pejgamberi alayhis salam në xhami, e ka pa një litar të varur për shtyllën e xhamisë. Pejgamberi sa më i çuditën thotë, "Kujt është ky litar? Çfarë është ky litar?" Sahabët thonë, "Ja Rasulullah, ky është i filanes. Falet natën e kur lodhet, pastaj mbahet për litari." Do të thonë, aq e ka zgjat namazin e natës, saqë dikur fillon edhe mbahet. Pejgamberi alayhis salam nuk e aprovon një çështë të tillë. Thot li yusalli ahadukum nashatahu. Thot le të falet njeriu për ashtu sa ndjen vullnet. E kur të lodhet thot fel yaqud, le të ulet, le të lën. Nga se tani mos sikurse nuk e ka më atë efektin e vet. Nëse fillon njeriu e falet, duke u mbajtur për litari, saqë nuk po mund të më qëndron kam, atë nuk e ka efektin e vet. Ose në hadithin tjetër, që transmeton Aisha, thot ka thënë pejgamberi sallallahu alaihi wasallam: "Ya ayyuhan nas, o ju njerëz, thot punoni me takat. Punoni punë atë sa ju jepet mundësia. Thot fa inna Allah la yamillu hatta tamillu. Sa Allahu nuk lodhen ndaj jush derisa ju të lodheni." Pra ke pa njeriu do të më bëj ibadet, edhe fillon e kotet. Atë pejgamberi sa këto nuk po ja aprovon sahabëve, po thot kur e sheh që ti e lodh, dale. Pse se nuk je duke e shiju adhurimin. Kështu që Ramazani as nuk është ngarkesë të cilën njeriu nuk e shijon, mirë po edhe në anën tjetër as nuk është pushim, në të cilën i pushon trupi i tij, rrjedhimisht pastaj i pushon edhe shpirti i tij. Mirë po besimtari është një ibadet në të cilën e gjen një ëmbëlsi që se gjen askund tjetër. As nuk e përjeton si ngarkesë, përkundrazi e përjeton çu e ka përjetuar pejgamberi sallallahu alaihi wasallam. Transmeton Aisha se kur është fal pejgamberi sa namaz natë, ajo i ka thënë: "O i dërguari i Allahut, a nuk ti ka fal Allahu gjunahet të parat edhe në mbramat? Pse po falesh aq shumë saqë tu kanë ça këmbët nga qëndrimi i gjatë në këmbë?" Atë pejgamberi alaihi më thotë një përgjigje që na i prek zemrat tona. Thot: "E fela e kuna abden shakura, a mos të jemi në rob falenderues? Pra unë nuk po falem pse kam bërç, as nuk po falem me e kry një obligim, po e ndjej si shenjë falënderimi me qenë se Allahu më pas ka fal gjunahet, tash unë jam çaj çoçona edhe falem natën." Pavarësisht të këtij ibadeti të madh që kanë bërë pejgamberi alaihi salam dhe sahabët, prap në duat e tyre thoshnin: "Ma abadana ka haqqa ibadetik." O Zot, s'kemi adhuru qysh ti e meriton. Po me qenë se agjerimi është sakrificë, a mund shihet si pengesë në rrugën e suksesit besimtarit? Agjerimi është një mend një sakrificë e madhe që njeriu e bën veç për Zotin e tij. Nga se për askën tjetër s'kish më nejt njeriu pa ngrënë dhe pa pi për gjatë tërë ditës. Mirë po, a është pengesë në sukses apo jo, në arritjen e fitoreve apo jo, këta zhvarret çka e quajmë sukses edhe çka e quajmë sakrificë. Për besimtarin që shikon me syrin e imanit, jo me syrin e dunjas, normal që suksesi më i madh është me qenë rob i Zotit. Andaj edhe pejgamberi sallallahu alaihi wasallam ka thënë: "Kur të më përmendni mua, thuani fillimisht abduhu wa rasuluhu." Njëherë jam rob i Zotit, tani e dërguar i tij. Nga se nuk ka pozitë më të madhe që mund të arrit njeriu se sa me qenë rob i denj i Zotit. Tash për një njeri që e shikon dunjan me syrin e dunjallakut edhe i shikon ibadetet me syrin e dunjallakut, normal që është pengesë në rrugën e suksesit, në rrugën e fitorave. Ama për një njeri që shikon me syrin e imanit, ai ka tjetër çësje. Shembullin më të mirë kemi në Haxherën alayhis salam. Edhe në kur e ka marrë Ibrahim alayhis salam Haxherën, gruan e tij, edhe Ismailin, edhe i ka vendosur në Mekë, në shkretirën e Mekës. Edhe i ka lënë vet, edhe me ta ka lënë një enë me ujë edhe pak hurme. Edhe po hypi Ibrahimi në deve, gruan edhe djalin e tij të vetëm që Allah ja fali në pleqëri, po i lën vet. Haxherja fillon edhe i shkon pas Ibrahimit alayhis salam. Kujt në dorë të kujt apo na lën? Ibrahimi nuk flet. E kthen kokën në anën tjetër që Haxherja mos me i pa lotët e tij. Atëherë Haxherja, një grua e mbushur me iman, e kupton se kjo nuk është vendimi i Ibrahimit. Andaj për Ibrahimin e ka vetëm një pyetje.
Tha, Allahu amarak, mos kjo që po e bën ti është urdhër i Allahut. Allahut ka urdhëruar. Atëherë Ibrahim a.s. ja bën me shenjë që po. Haxherja në atë moment e lëshon litarin e devës. Edhe i thot, idhen len yudayyi'una. Shkosh lirë. Se Allahu nuk ka me na humb neve. Pra nëse shë këtë veprim me synin e dunjallakut, me synin e një njeriu që është i pa iman, kjo është vdekje, me ilan shkretir në mesin e diellit përvolues, gruan edhe djalin e vogël, kjo është vdekje. Mirë po në synin e Haxherës, në momenti kur e mor vesh është urdhër i Allahut, ta shkosh lirë, se Allahu s'ka me na humb neve. Tash besimtari i ibadetit i shikon me syrin e imanit. Për ndryshe në momenti kur fillon me i këshyr me syrin e dunjallakut, tani nuk e kanë efektin e vet, edhe nuk e kanë çaj që tha marrë shijimin e ibadeteve, nuk realizohet asnjëherë. Tani do të më apo sikur ai pasuniko që i dhanë të vitrat i jepte një Ramazan, po kishillu Ramazan i dimrit, e tha ja jep vitrat një të varfrit, po ja bëj kur vjen koha verës, edhe kur vjen koha tani e punëve të verës, të katunit, tani nashta ma bëni një argat. Se synimin, kë nuk e ka veç me dhanë sakrificën, po kë e shikon sakrificën me synin e dunjallakut. E besimtari nuk e shikon me një sy të tillë. Besimtari e shikon si afrim me Zotin, edhe shikon si nder dhe krenari që Allah nuk ja mëson gjithkujt me sakrifiku për Zotin. Për të tillën, Ramazani nuk është pengesë për sukses, as për fitore, po është vetë suksesi. Shpesh hoq dëgjojmë që thuhet se Ramazani është muaj i Kuranit, i agjerimit, i namazit, a mund ta quajmë Ramazanin edhe muaj të fitoreve? Po, është e vërtetë që Ramazani shpeshher lajmërohet përpara njerëzve si muaj i agjerimit, muaj i namaznatës, muaj i sadakas, edhe ibadeteve tjera. Mirë po nëse dojmë me lanë me një emër të përbashkët, atëherë Ramazani muaj i fitoreve është termi më i përshtatshëm ndoshta për muajin e bekum të Ramazanit. Nga se vetë arritja e këtij muaji është një fitore aq e madhe, saqë besimtari, sikur se ka thënë pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, larg rahmetit Zotit, ragime anf, larg rahmetit Zotit është ai njeri që e ka arrit muajin Ramazan, e ka agjeru, edhe ka përfundu muaji, ndërsa ky s'ka mujt me ju fal gjunahet e tij. Pra vetë arritja këtij muaji është një fitore e madhe për besimtarin. Tani edhe ibadetet që i përmend, agjerimi, zakati, haxhi, këta agjerime të tjera, ose adhurime të tjera që kryen me këtij muaji, këto janë fitore brenda fitores së Ramazanit. Po hoxhë çojtëm Ramazanin muaj të fitoreve, ndaj kujt fiton spori besimtari, pra ndaj kujt mbizotron si pikë por. Po besimtari në Ramazan së pari fiton ndaj armikut të përbetuar të tij, e që është shejtani mallkum. Shejtani mallkum e ka një armiqësi me njeriu që daton qysh herët. Kjo fillon qysh nga koha e Ademit alayhis salam. Andaj Allah na tërheq vërejtje në Kur'an ku thotë ja bani Adama la yaftinannakum ash-shaytanu kama akhraja abawaykum min al-janna. O bita Ademit, mos e lejoni shejtanin t'ju vendos juve në sprov e t'ju devijon ashtu sikurse i pa të bë cytje edhe i pa të bë vese edhe Ademit edhe Havës dhe i kanë nxirr ata prej xhenetit. Pra armiqësia mes njeriut dhe shejtanit është shumë e vjetër. Tash kjo luftë fillon edhe vazhdon, qysh sikurse ka filluar në kohën e Ademit, vazhdon edhe në kohën tonë. Andaj muaji Ramazan është një mundësi që Allah na jep me fitu ndaj armikut të përbetuar të tonit. Andaj thot Allahu në Kur'an se shejtani e ka bën një premtim adet kur Allahu e ka mallku. I ka thënë Allahut, la in akhartani ila yawmil qiyamah, nëse ti më jep mua afat deri në ditën e Kiametit, la ahtanikanna dhurriyatahu illa qalila. Ku me i deviju të gjithë pasardhësit e tij përjashtim një pjesë të vogël. Pra shejtani ka bë betim se ka me deviju shumicën e njerëzve. Mirë po, Allahu edhe ky e bën një betim. Edhe ky e jep një premtim. Kur thot shejtani kështu, thot Allahu, inna ibadi laysa laka alayhim sultan. Dije se mbi robërit e mi ti s'ke kur far fuqie. Edhe ajeti përfundon, wa kafa bi rabbika wakila, të mjafton Zoti yt për ndihmëtar.
Pra, shejtanin e keni armik. Mirë pro, para shko sa jam unë, tha Allahu, robëve të mi kam i dalë në ndihmë edhe në krah. E njëra për ndihmës që Allahu na jep kundër shejtanit të mallkum është vetë arritja e muajit Ramazan. Pejgamberi alayhis salam ka thënë, kur të vijë muaji Ramazan, hapen dyert e xhenetit, ghuliqat abwabun nar, mbyllen dyert e xhenemit, wa sulsilatish shayatin, prangosën shejtanët. Pra, qysh në natën e parë këtij muaji, besimtari e kur fitoren e parë, e që është fitoria kundër shejtanit të mallkum. Përveç fiturës ndaj shejtanit, hoxh, në Ramazan është besimtari dhe fitimtar ndaj egos tij. Besimtari në Ramazan fitoren e parë, qysh në natën e parë ka kundër shejtanit. Pastaj qysh kur fillon dita e xhirimit, ky fillon pastaj dhe i kur fitoret e tjera. E njëra ndër fitoreve më të mëdha të njerijut është kur arrin me imposht egon, nefsin ose ipshin e tij. Kjo është fitore e madhe për shkak që nefsi është njëna prej armiqve më të mëdha të njerijut. Allahu i lartësuar e ka krijuar njeriun edhe prej nefsit. Nefsi është ajo që e shtyn njeriu në mëkat, që e shtyn njeriu në gjëna. Andaj Jusufi alayhis salam, kur është akuzuar pe gruas së ministrit për amoralitet, çka ka thënë? Ka thënë inna nafsa la ammaratun bisu. Nefsi urdhëron në të keq. Unë nuk po arsyetoj vetëm thotë se nefsi urdhëron në të keq. Mirë po këtë bëhet dallimi se besimtari është ai që e lufton nefsin e tij dhe e nal për dallim pe tjetrit. Andaj besimtari e shfrytëzon çdo kohë të artë, sidomos koha e Ramazanit është koha më artë, për me vendos nefsin e tij nën kontroll. Ka qenë njëri prej dietarëve, ardit ka qenë Sufjan al-Thauri. Ky Sufjan al-Thauri është njëri prej asketëve ose zahidëve më të famshëm. Ky kur ka ardhur koha për namaz nate, i është drejtuar nefsit të tij me disa fjalë. I ka thënë vetes së tij: "Ya nafsi, ya ma'wa kulli sharr." O nefsi jam, o egoja jam. Thotë, o vendi i të gjitha të këqijave. Thotë, atashba'ina bin nahar wa tanamina bil layl, apo don me hangër e me pi mirë gjatë ditës, edhe me flaj gjatë natës? Famata tatlubina al-janna. Kur kime kërku të xhenetin? Pra nefsi është as në atë formë, sa që ditën të shtyn mu angazhu me ngranje dhe me pirje. Tash natë thot po don me ra me flajt, kur thot kime lyp të xhenetin? Edhe në atë moment ngritej për namaz natë. Pra besimtari që lufton nefsin e tij, për dallim prej pa besimtarëve, sikur se thot Allah në Kur'an, inhum illa kal an'am, ata janë sikur se kafshët, që për synim e kanë vetëm shfryrjen e nefseve, edhe epsheve, edhe qefeve të tyre. Kështu që besimtari e shfrytëzon Ramazanin për me kontrollu nefsin e tij. E këta në shembull më të mirë kemi të sahabët e pejgamberit alayhis salam. Ka qenë njëri prej sahabëve, Abdullah ibn Rawah. Ky Abdullahu ardhet pejgamberi alayhis salam kur e nis janë prej luftrave, betejën e Mu'tes. Ka qenë njëna prej betejave më të rënda, për shkak që është hera parë që arabët po dalin në luftë kundër romakëve. Pejgamberi sa po e cakton komandantët e ushtrisë. Thot pejgamberi sa të parin komandant është Jafer ibn Abi Talib, djali i axhës së tij Jaferi. Thot pas Jaferit, thot ka marrë komandant Zeid ibn al-Harith. Pas Zeidit ka marrë komandant Abdullah ibn Rawah. Pas tij thot merr në komandën kush të doni. Pra sahabët e kanë kuptuar që çita tre pejgamberi sa po sinjalizon që kanë mu mbyt. Se po thot le të merr Jaferi. Mas Jaferit ai bën që Jaferi po mbytet, le të merr Zeidi. Mas Zeidit Abdullahu, edhe po sinjalizon që pejgamberi këta tre kanë me vdek. Tash nis lufta atje në mijëra kilometra, 100 kilometra larg Mekës, edhe pejgamberi sa me sahabë në Medinë. Po i thot shokëve të tij duke qajt. Thot jem duke pa Jaferin duke luftuar në Mu'te. Thot ja ka dhënë pejgamberi sa flamurin, e ky e ka mbajt me dorën e tij. Mirë po armës ja kanë prerë në dorë, ka filluar ka mbajt me të majtën. Ja kanë prej dorën tjetër, ka filluar ka mbajt me mjekër. Derisa mbytet. Kur bjen flamurin tokë, me njëherë shkon e merr komandën Zeidi. Zeidi e merr flamurin, e merr komandën, prapë edhe ky vritet. Bjen flamurin në tokë, tash rendi vi Abdullah ibn Rawah. Po ky djali i ri.
edhe në ato momente ka një luftë me nefsin e tij. Ky ka dashur me shku me marr flamurin, i ka bërë shejtani vesh mos shko se nëse e merr, ki mu mbyt, edhe po rrin duke u kujtu pak. Edhe fillon Abdullah ibn Rawah e thot një poezi. Thot, aqsamtu ya nafsi la tanzilanna. Po të betohem o nefsi jam, ki me ba çka thomune. Ta'iatan aw la takrahanna. Me qef ose me zor. Edhe pse pishe njerëzit duke ik, ti keme shku me marr flamurin. Mali araki takrahin al-janna. Pse o nefsi jam pe urrin xhenetin. Edhe në ato momente, ky vendosi burrat, e merr flamurin, edhe ky mbytet. Pasti, komandën e merr Khalid ibn Walid dhe fitojnë muslimanët. Mirë po pejgamberi sa pej Medinës po ja tregon ngjarjen. Po thotë ka marr flamurin Xhaferi dhe u mbyt. Thotë jam duke e pa në qiej të lartë duke shku në xhenetet e Zotit, madje Allah krahët e tij ka zaventsuar me 2 krah që fluturon katë dojnë në xhenet. Thotë edhe ashtu edhe Zeidi. Abdullah ibn Rawah thotë ky është një shkallë më poshtë se ta. Një grad më poshtë se ta. Pse? Se po heziton. Ky është luftë me nefsin. Ky është luftë me egon e vet. Pra ky po kënon vjersha kur s'u kanë koha me kënu vjersha, u kanë koha veprimit. Mirë po shikoj çfarë mësimi na ka dhënë Abdullah ibn Rawah. Me dëgju nefsin, se vjersha është më e gjatë, poezia është më e gjatë, thotë o nefsi jam, po nëse nuk kemë vdek sot pe shpatës, nëse prap kimë vdek. Andaj e ka bë luftë me nefsin edhe kam poshtë. Kështu që Ramazani është mundësi e artë për me shfrytzu në poshtjen e nefsit, edhe në raport me Zotin, po edhe për me shfrytzu nefsin, edhe me poshtë nefsin, edhe në raport me njëri tjetrin. E kemi ardhet se po ta ndërprej, e kemi shumë të nevojshme me e shtyp nefsin edhe në raport me njëri tjetrin. Shembull Ramazani është mundësi e artë për me i falë disa tmeta, edhe disa gjunahe, disa shime që ja bëjmë njëri tjetrit se jemi njerëz. Andaj edhe këtë nefsi është shumë problematik. Sa ke pa nefsi të një pjesë e njerëzve është në gjendje me mbajt në mend temën ose fjalën që ja ka thonë një njeri para disa vjetëve. Pse se kjo është nefsi i mban mend gjanat e liga. E refuzon tash në nështrimin ndaj vëllaut musliman. E shembull më të mirë pa kemi tek sahabët e pejgamberit alayhis salam. Ka qenë Huseini, një prej pejgamberit alayhis salam, edhe ky Huseini ka qenë vëlla me Hasanin, djem të Aliut. Mirë po këta kanë patë edhe vëllazëri tjerë, se Aliu mas Fatimës është martuar edhe me disa gra tjera. Edhe ky një ditë ka patë një mosmarrëveshje me Muhamedin, vëllain e tij të vogël. Shkaku i asaj mosmarrëveshje këta dy largohen për njëri tjetrit. Kur shkon në shtëpi Muhamedi e merr një letër, edhe i shkruan vllaut të tij Huseinit. I thot prej Muhamedit i birit të Aliut, tek Huseini i biri Aliut. Thot selamun alejk, paqja që mbi ty. Thot dy të kemi baba Aliun edhe jemi të barabartë në këtë pikë. Ama nëse i marrëm thot me mira nëna sikur se nëna ime, nuk bajnë kur sa nana jote. Se nana jote është Fatimia, vajza pejgamberit alayhis salam. Andaj kur të vjen thot letra jeme, vesh e gjydvën, e mathi thot nallet, sandallet, e thot eja të kum për dark. E jepëm selam i pari, se ty të takon me marrë se vapin, edhe po kam qef që ndërë me talon ty, se ti e djali Fatimës. Pra, shiko çfarë mësimi madhështor. Ty të takon, po talon ty se vapin, thot që me marrë shkaku që me më dhonë selam i pari. E shembullin më të mirë pa kemi në gjeneratat e para këtij umeti, që nefsin e kanë poshtë, kanë fitu kundra nefsit të tyre, edhe në raport me njëri tjetër. Imam Shafiu, ka qenë njëri prej imamëve të mëdhtë të këtij umeti. Një ditë gjatë mësimeve të tij në xhami, e ka pasur një mospajtim me njërin prej nxënësave të tij për një mesele. Edhe duke biseduar me të, nxënësi i tij hidhrohet, edhe del pe xhamis. As nuk i jep selam imamit, edhe largohet. Thot në mbrëmje, nxënësi i tij, thot në mbrëmje e kam dëgjuar derën. Kur kam dal tek dera e shtëpisë, e kam pa Imam Shafiu. Thot më ka dhënë selam edhe më ka thonë një fjalë që s'kam ia harru kurr. Thot më ka thonë ala nakhtalifu wa nabqa ikhwana. As bëna edhe mos më pajtu, ama në fund me me vllazën. Që kjo është nështrimi i nefsit edhe fitoria ndaj nefsit. Sot fatkeqësisht në Ramazan
i shes se ibadetet kanë njerë, adhurimet bëhen shkak që na, përkundrazi vend që me fitu kundër nefsit, na e ushqejna nefsin ashta kanë njerë me adhurime. E ushqejna nefsin kanë njerë bëhet shkak adhurime që na mos me fol me njëri tjetrin. Kjo na kujton në një ngjarje të Hasan el-Bennas. Në një vend në Egjipt atje diskutohet shumë tema mi fal 20 taravi atet. Ka të çdo Ramazan tema që na u ka bë buz. Edhe thot Hasan el-Benna, unë thot shkoj edhe i qetësoj. Kur shkon atje thot, a bën me diçka të ndodh në xhamin e juve? Qohet një palë, thot na kemi mi fal 20, që kemi fal që 1400 vjet, argumentet e tyre. Qohet një palë tjetër, thot na kemi mi fal 8. Po sa i ka fal pejgamberi, sa argumentet e tyre. Edhe në fund Hasan el-Benna thot, a bën një marrëveshje. Thonë ata falë imam, thot nuk pe falem asnjë. Që mos pe falem taravit, thot nuk pe falem asnjë. E falem Yatsin edhe shpërndam. Se me rujt vllazillakun e kemi fars, ata ravitjen sunet. Pse madhështor, por me na tregu neve që nefsin duhet me mposht në kohë të adhurimeve në Ramazan, edhe në raport mes neve dhe krijuesit, me Zotit, po edhe në raport me njëri tjetrin, duke shtrir dorën e pajtimit, duke u afruar me njëri tjetrin, duke i harruar ato të vjetrat, edhe duke afruar zemrat, e kështu duke i afruar zemrat me njëri tjetrin, afrohemi edhe tek Allah. Po shpërblet. Kush të pos parasysh që e kemi emërtu si Ramazani muaj i fitores, po duhet pyet në historinë e pejgamberit alayhis salam, a ka qenë ky muaj i fitoreve, edhe çysh është domethënë historiku i atyre fitoreve? Po, pejgamberi alayhis salam edhe sahabët Ramazanin e kanë përjetu, sikur se tham fillim, duke fitu fillimisht ndaj shejtanit, tani duke fitu ndaj nefsit në raport me Zotin, tani duke fitu ndaj nefsit në raport me njëri tjetrin. Tani nëse besimtari i realizon çto, masanes kam i mungu fitoret edhe në çështje të tjera. E këta argumentet më të mirë kemi në Ramazanet e pejgamberit alayhis salam. Pejgamberi alayhis salam i ka agjëruar 9 Ramazane. Edhe i shet që ato Ramazani ka të mbushura me fitore. Kështu që për me na tregu neve se Ramazani nuk është pengesë e suksesit, por kundrazi fitoret më të mëdha janë ashta që i ka ndodhur pejgamberit alayhis salam, i ka ndodhur në Ramazan. E kemi shembullin më të mirë në luftën e Bedrit. Në Ramazanin e parë që është bë obligim, në vitin e 2 Hijri, në atë Ramazan ka ndodhur lufta më e madhe në historinë islame, që është lufta e Bedrit. Ato kanë qenë 313 musliman kundër 1000 mushrikëve Mekas. Kundër 1000 pabesimtarëve. Tash nëse i kthejmë çasoj që thamarët në synin e dunjallakut, nuk ka mundësi me fitu 300 veta kundër 1000-ve. Se kemi luftë 1 me 3. Mirë po me synin e imanit, gjithçka është e mundshme. Tha Allahu në Kur'an: "Wa laqad nasarakumullahu bi Badrin." Juve ju kanë ndihmu Allahu në Bedër. Kanë ndihmu sa që këta 313 kanë fitu kundër tyre 1000-ve. Në këtë luftë Bilali, ai sklavi i ngratë e që ka qenë i torturuar, e ka mbyt Umayy ibn Halef, ish zotëriun e vet. Në këtë luftë Abdullah ibn Mesudi e ka mbyt Ebu Gjehlin. Abu Gjehlin Mekë e ka torturuar Abdullah ibn Mesudin, ja kanë prej madje njërin vesh. Edhe u tallte me Abdullah ibn Mesudin, u tallte me këmbët e tij të holla. E ofendonte. Mirë po, shkaku i ndihmës Allah në Bedër, Abdullah ibn Mesudi ka çaj që e mbyti Ebu Gjehlin. Edhe në këtë luftë mbytën shumë prej armiqve të maj të Islamit dhe të pejgamberit alayhis salam. Kështu që vetë Ramazani i parë i pejgamberit alayhis salam është argumenti më i madh që Ramazani veç ka të shton sukseset nëse i përjeton me çato kushtet që i tham në fillim. Po çlirimi i Mekës dhe rënimi mbi 300 idhujve në Qobe, a e forcon këtë argument që e the që Ramazani është muaji i fitores? Po, edhe çlirimi i Mekës është çlirimi më i madh në historinë islame. Saqë Allah për të e ka zbrit një sure. Allah ka zbrit një sure, Suratul Fat, idha jaa nasrullahi wal fath, edhe surja Fat tjetra e gjata, edhe surja Nasr, Allahu i ka zbrit për çlirimin e Mekës. Edhe në këtë sure Allahu tregon se çlirimi më i madh është çlirimi kur pejgamberi sa me çliroi vendin e tij të lindjes, të Mekën, pa derdh gjak as pak. Kur ndodhi kjo? Pikërisht në Ramazan. Në ditën e 20 të Ramazanit. Pejgamberi sa me 10.000 musliman jam syn Mekës, edhe me shpatat e tyre në duar, ama pa derdh gjak hiç, hyn Mekë edhe i thejnë 300 ose 600 zota që kanë qenë rreth
rreth Mekës. 600 idhuj, puta. Edhe pastrojnë Mekën prej shirkut edhe prej adhurimit të idhujve. Kjo ka ndodhur në Ramazan. Tash pse ka ndodhur kjo? Edhe pse pejgamberi sa me 313 veta fitoi në Bedër. Edhe pse pejgamberi sa e shliroi Mekën me 10.000 besimtar. Pikërisht në Ramazan është ajo që thamë më herët, se pejgamberi sa ka pas xhamat, ka pas shok, sahab, që kanë përjetuar Ramazanin si muaj të suksesit, jo si ngarkesë. E ka pas shembull më të mirë pejgamberin alayhis salam. Në luftën e Bedrit, e përmend Abdullah ibn Mesudi, thotë kemi qenë 3 veta me një deve. 313 vetë kanë qenë, i kanë pas vetë 70 deve. Para më në 313 pos dunjas kanë qenë me kuaj. Shumica aty në kanë qenë njerëz që për aty në kanë pas vetë një shpatë ose ka mundësi disa shigjeta. Thotë kemi qenë 3 vetë në një deve. Zbashku me pejgamberin alayhis salam hisetar në deve, kanë qenë thotë Aliu edhe Abu Lubabe. Këta i kanë thonë nahnu namshi anka ya Rasulullah. Ti rrin deve, se mos e bir Zoti me të lanë ty me ec, na menajnë deve ti me ngre deven për litari. Shiko shembullin në pejgamberin alayhis salam që kanë pas sahab. Pejgamberi sa mi thot, ma antuma bi aqwa minni. Jo, si një matë forcon. Jo, nuk jeni matë forcon që me thonë rritin deve se na po ecëm. Ku me ecë, baras me juve. Muni me parëmëndun pejgamberin alayhis salam duke ngre deven për litari, Abdullah ibn Mesudi duke nejnë mbi deve. Pse? Se ashtu i ka rohiseja. Ata e ka bo pejgamberi pse se Ramazani nuk e ka përjetu si ngarkes, por ka përjetu si shtysën më të madhe për sukses. Andaj edhe në luftën e Bedrit, pejgamberi alayhis salam e dëmton gishtin e tij duke ecë në shkretin. Se luft edhe gurët e shkretinës, mundi me i paramendu të mbathurat sandallet e asaj kohe, pejgamberi alayhis salam fillon një gisht me rrjedh gjak. Pejgamberi sa ulet edhe sheh gishtin e tij duke i gjakos, edhe i thot: "Ma anti illa isbi'un damiti wa fi sabilillahi ma laqiti." Tha, ti nuk je asgjë tjetër, vetëm se një gisht që rrjedh gjak, dhe kjo në rrugt të Allahut është shumë pak. Ku kanë mujt mu demoralizu sahabët kur e kanë po të dashurin e Allahut, pejgamberi sa në Ramazan, duke thonë një gisht në rrugën e Zotit është shumë pak, por nuk bën me bollaf. Tani qëta normal që e kanë fitu Bedrin, qëta normal që e kanë shliru Mekën, edhe kejt kjo në muajin e bekum të Ramazanit. Imani ty nuk kanë qaç i fort, sa që ai sahabi ka thonë ja Rasulullah, pasha Allahun, mi jam sy detit, kemi me tarë mas teje. E nuk kemi me thonë sikur se i kanë thonë jahudit Musait, shko ti dhe Zoti të lufto, por na kemi marrë bashkë me ty. Këta e bën kur Ramazani përjetohet si sukses edhe si fitore rahmet nga ana e Allahut. Po çu do të më përjetu besimtari bashkëkohor Ramazanin, edhe që do të mi prit fitoret e tij dhe frytet e pranimit të veprave. Po, besimtari tash Ramazanin tha me përjeton si fitore së pari ndaj shejtanit të mallkum. Pastaj ndaj nefsit të tij në raport me Zotin. Pastaj ndaj nefsit të tij në raport me tjerët, edhe pastaj përvishet për punë. Edhe masane i jep mundin e tij për punë. Besimtari bashkëkohor vetë faktin që ka arrit muajin e bekum të Ramazanit e përjetën si rahmet dhe si dhunti e Zotit. Pejgamberi sa në hadithin e njohur thot: "Fa inna ash-shaqiyya man hurima fihi rahmatullah." I mirë është ai njeri që në këtë muaj s'e fiton rahmetin e Zotit. Pra fitoria në Ramazan është çaq e lehtë, fitoria në Ramazan është çaq e mundshme, saqë vetëm një njeri i mirë nuk mundet me fitu rahmetin e Zotit. E besimtari duhet me i pa shenjat e fitores qysh në ditën e parë. Thot pejgamberi sallallahu alaihi wasallam: "Men sama Ramadane", ai njeri që e agjeron Ramazanin, mirë po me dy kushte: imanen wa ihtisaban, me iman, edhe duke llogarit në shpërblim në Zotin, i falen krejt gjunahet e tij. Pra, e agjeron Ramazanin me iman në Zotin, pastaj agjeron Ramazanin edhe me bindjen se Allahu ka më ia pranuar. I tillit thot i falen krejt gjunahet e tij. Kështu që besimtari e përjeton Ramazanin si mundësi e faljes së gjunaheve të tij, po e përjeton edhe Ramazanin si shtim i veprave të mira. Këtë shihet çaj e fitoria që tham më herët. E përjeton Ramazanin si mundësi e pendimit të tij. Ka qenë një sahabi që e përmendëm më herët, Abu Lubabe. Ky Abu Lubabe,
pejgamberi alisam vendos me shku te Benu Kurejza edhe i rrethon një prej fisëve jahudite, për shkak që ata e kanë thy marrëveshjen, edhe gati kanë qenë në atë pikë saqë me u shfaros pejgamberi sa dhe muslimanët në Medinë, shkaku i thyrjes së marrëveshjes prej anës së Benu Kurejzës. Pejgamberi sa shkon i rrethon. Edhe si këshilltar për me shku te këta dhe me i thonë që dorëzohuni, e çon pejgamberi sa Ebu Lubaben. Kur shkon Ebu Lubabe, hin aty brenda tek fisi Benu Kurejza, ata i thonë: "Çka ta merr mendja o Ebu Lubabe? Nëse na dorëzohemi tek Muhamedi, çka ka më na baj? Për shkak që kemi thy marrëveshjen, gati sa ju mba sebeb më shfaros muslimanët." Atëherë Ebu Lubabe e bën një gabim të vogël. Aja bën me shej që nëse dorëzoheni, keni me umbit. Vesh një herë ja bën me shej. Atëherë Ebu Lubabe thot: "Pasha Allah. Hala pa lëviz ka me asnjanit për i neve atë, e kum di qa kum ba." E shpalosa një sekret të pejgamberit a.s. Unë ju më shku atë veç me i kaldu që ka thonë pejgamberi, ju me i tërgu këtyne qa ka në plan pejgamberi a.s. Ju me tërgu strategjin e luftës. Atër thët e kuptova gjënahën tem. Edhe akoma nuk ka lëviz ka me asnjanit për i neve, veç son e kuptova fajin tem. Largohet Ebu Lubabe për atyshit, edhe shkon drejt në xhamit pejgamberit a.s. Hiç nuk shkon tek pejgamberi sa. Edhe merr një litar, edhe lidhet për një shtyllë të xhamis. Sot ata që shkojnë në umre, edhe hin tek pjesa e Raudas, ku falen 2 recate, është një shtyllë ato ka emrin shtylla e Abu Lubabes. Ky Abu Lubabe shkon edhe lidh veten për shtyllë dhe thot: "Pasha Allahun, nuk kam u largu pe këtij vendi hatta yaghfirullahu li, dejt ma fal Allahu." Lidhet për shtyllë. Pejgamberi a.s. e fiton luftën, edhe i largon Benu Kurejza prej Medinës, i përsen, edhe pejgamberi sa kthehet në xhami. Ebu Lubabe i lidhur për xhami, e pejgamberi sa nuk i flet hiç. E sheh Ebu Lubaben edhe nuk po bisedon me ta. Të nesërmen, Ummu Seleme, gruaja e pejgamberit a.s. thot: "E kam pa pejgamberin a.s. duke buzëqesh." Edhe i thash: "Ja Rasulullah, çka po buzëqesh me sabah?" Tha: "Ja fali Allahu Ebu Lubabe." Thot: "Ja Rasulullah, a më lën dal t'i jap myshte. Kja jap lajmin e mirë." Thot: "Dil." Dal Ummu Seleme, dhumat e pejgamberit sa më ka qenë gjitura me xhami, edhe dal edhe thirr pej derës së saj: "Bushra ya Aba Lubabe." Mysh dhe Abu Lubabe, tu pranu pendimi. T'ka fal Allahu. Këtë sahat, ku ha namazit sabat, fillojnë me tekbir edhe me madhru Allahun. Mirë po, Abu Lubabe thot: "Pasha Allahun, nuk guxon asnjëri me mzidh pe këtë, derisa të vjen të më zgjidh pejgamberi sallallahu alaihi wasallam." Shkon pejgamberi sa me zgjidh, edhe i thotë Abu Lubabe: "Dëgjoj çka ka thënë Allahu për ty." Ka thënë ajetin e surës Saube: "Wa akharuna i'tarafu bi dhunubihim", dhe janë disa njerëz që kanë pranuar gjunahën e tyre. "Khalatu amalan salihan", i kanë përzit do gjuna të mira do të këqija. "Asallahu yatub alehim", Allahu ka mia fal aty. Edhe është pendu. Kështu që besimtari e shfrytëzon Ramazanin si mundësi për me hiq dorë për gjunaheve të tij, për me fitu kundra nefsit të tij, edhe për me pranu Allahu pendimin e tij. E kjo tani masanej është dita më e mirë dhe fitoria më e madhe. Sikur se ka thënë pejgamberi sa janë pe sahabive të tjerë, një Malik, i cili nuk ka dalë luftë me pejgamberin alayhis salam, është ngjarja shumë e gjatë, mirë po kur ja pranon Allahu pendimin, pejgamberi alayhis salam i thot atij: "Myshde, se kjo është dita më e mirë për ty prej kur të kalin nana." Pra dita kur pranohet pendimi, dita kur gjen falje tek Zoti, është dita më e mirë e fitoria më e madhe. E por me qenë Ramazani i tillë, për neve fitoria më e madhe do të me hiq dorë pe gjunave, me shtyp nefsin ton edhe më afru tek Zoti jon. U gjinon në fund të emisionit, Allah të shpërbleft, me pranin tonë dhe këtë na ka nderu. Amin, Allah shpërbleft e juve për mundin edhe për punën, inshallah Allah jep bereqet, emisionet e tilla s'u ndalshin asnjëherë.